Në skenën e teatrit Migjeni, aty ku janë luajtur shumë role dhe në shfaqje të panumërta, mbrëmja 12 nëntorit solli një prezantim të veçantë që bashkoi zëra, kujtime dhe emocione. Shkodra nga sytë e artistëve. 7 artistë të fushave të ndryshme ndan rrëfimet e tyre për qytetin që ka frymëzuar breza të tërë krijuesish. Për Shkodrën, aty ku rrita, aty ku fillova jetën dhe ku filluan edhe anët e mia. Në këtë takim u fol për Shkodrën si muze të gjallë të kujtesës, por dhe si hapësirë që vazhdon të lindi ide të reja artistike, u ndan copsa të jetës dhe historisë si qyteti është bërë pjesë e artit të tyre dhe si arti në kthim ka ndihmuar të ruhet shpirti i Shkodrës. Skepticizmi i fillimit më kthy në entuziazëm, sepse më dha rasti me ba një dëshmi edhe të sinqertë, edhe të vërtetë, edhe therse, por edhe shpjeguese me rëndësi autobiografike. Do kisha fshi disa nga jeta e jonë, jo e imja, sepse faktor të anullus në jetën tonë, sidomos në atë pjesën e parë, në serinë e parë, kanë qenë kaq shumë dhe kanë qenë vetëm jashtë nesh. Ata duheshin fshi që ne të mateshim me vetveten edhe me botën, që na metëm pa maton, dolem gati 50 vjeçar, pas provum, pa provu i herë me gjujti penalti, pa provu me hedhi gjyle, pa provu me ecë në zhë. Kjo është historia. Kisha emocion, është vërtet, sepse banë 2 vite gjysë që nuk e shklas. Këtë skenë për mua është një altar, dini tanë, dhime madhe, mos me ashtu, sepse një aktor nuk duhet me dalë në pension. Pension me letra, okej, po, jo kështu. E kisha vendos me nda, por nuk e ndava në fakt. Pjesën më të vështirë. Për aktorin është pak e vështirë, sepse ne na mësu gjithmonë në skenë të japim atë për cilat ne bajmë prova dhe të flasësh për veten, është pak aq më tepër në publik, edhe të rrëfesh sa gjana dhe intime, që nuk ja ke thënë asnjëherë askujt, është pak e sikletshme. Ne që e dina se fjala ka pesh, duhet me thënë në momentin të caktuar, edhe në vendin e duhur. Edhe një vend si teatri i Migjenit krijon jo vetëm emocion, por edhe përgjegjësi për atë që thu. Ai ishte e vështirë, jashtëzakonisht e vështirë. Por unë thamë që kur njerëzit i thojnë gjanat, njihen të papish. Mendoj që ishte pjesa e babait, sepse për njerëzit të cilët i humim edhe nuk i kena ma, kujtimet janë të vështira, se mungesa është e madhe. Malli sidomos. Robert Radoja, Primosh Llaku, Rita Gjeka, Jozef Shiroka, Ariola Zadrima, Eltiana Shkreli dhe Uarda Albunesa i përkasin profesioneve të ndryshme, por të gjithë bashkohen në një pikë e ky aktivitet synon të bëhet traditë si një homazh për qytetin e artit dhe kulturës e në të njëjtën kohë ftesë për të parë Shkodrën me sytë e artistit, aty ku çdo rrugë, çdo frymë dhe çdo dritë mbart histori. Një nisëm me Albanian Human in Audiovisual me mbështetjen e Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit.